armë strategjike ose bërthamore nuk e besoj. E kuptoj. Bilali, të ftoj ndoshta po, vetëm pak ma sjell hartën e para atje të Gushticës, regjia, tani kjo vjen pak ma vonë. Ne qartë, besoj në pak. Do thotë do të kemi mundësin. Po, me qenë se, po, shifni, deri këtu do thotë kemi Gushtica është lartë. Këtë trani këtu është Amerikanë që kanë vendosur kontrolën dhe blokaden. Tash, Hormuzi pjesa tjerët, Amerikanët, taktika pastaj Trumpit, kur i ka rënë ndërmend, mas 2 ditë më duket, ose të nesrit, thotë jo, portet e Iranit, si që është për shembull atje Bandar Abasi, janë të bllokuara, nuk lejohen. Do thotë tu pastaj ka nis e tërë problematika për të rrezikuar edhe bisedimet që eventualisht ka pas informacione që ka udhëtu Gjedi Vensi dje për Islamabad. Mirë po problemi jo që iranianët me duket kanë quar një lajm të ndërmjetësuesit të Pakistani që asesi nuk hym në bisedime, po që se janë kushtet e tilla ato 15 pika. Me qenë se Trumpi në fillim, kur është arrit akordimin për arpushim, ka thosh bazë mirë 10 pikë iranian. Pastaj ka qenë revidimi. Këtu vjen pyetje që është një presion. Dhe kjo paraqet rrezikun më të madh, do të kemi invadim pastaj në pjesën, sepse të Gushtica, kur përmenet Harku, është pjesë veriore nga të Kuvajti atje. Në veri të gjirit përse. A do të bëhet invadim? 75.000 trupa ka vendosur në linje të mesme, Amerikanët. Dhe gjitha gjasat shkojnë dhe flasin që po që se kemi lutë do të ketë tentativë. Por si do me hy po si do dile dhe çfarë pasojë do ketë, do jetë jashtëzakonisht çështje dilematike që mund thëm edhe jo vetëm për Karsonit, por edhe Bilal, me çfarë drejtë Shtetet Bashkuara të Amerikës mund vendosin një blokadë, pra në një zonë të tillë? Po ujrat ndërkombëtare shfrytëzohen nga secili ka drejtë të shfrytëzojë. Po ti bllokoj? Jo, realisht nuk kem ligje ndërkombëtare që respektohen. Tham drejtë. Dhe kjo tash është sidomos me luftën e fundit edhe është vënë pa. Po edhe tja, dhe Rusia si ka përfill ligje ndërkombëtare në Ukrainë. Po edhe këtu për shembull tash kem që amerikanët në një farë mënyre i hakmirën edhe evropianëve, që për shkak të atij dhërimit që nuk po ndihmonin për Gushticën. Dhe tash kjo blokadë është e kushtueshme edhe për kinezët, edhe për gjithë, por më e kushtueshme është për evropianët në këtë rast. Dhe këtë taktikë që ka për këtë strategji që duket që në fillim kanë pas strategji strategji bes kanë pas. Sepse ka qenë Irani që dikun 60 orë, 72 orë kryet muhabeti. Por problemi ka dalë dikun tjetër dhe tashti për momentin Amerikanët gjithë këtë lëvizje dhe këtë bllokim o do bëhet me një marrëveshje që mund të rrihet në momentin e fundit ose të shtyhet anpushimi edhe për një javë ditë ose 2 javë dhe të arrihet në një konkludim që njëra palë të rriqet diçka dhe pala tjetër po ashtu dhe të arrihet ajo që bota mund të frymojë dhe të kemi edhe rrëmjen e bursës së naftës ose çmimet të naftës në tregun ndërkombëtar. Kjo është jashtëzakonisht interesante sepse amerikanët me vendosjen e tillë dhe përgatitjen e gjithë arsenalit e tyre, por edhe të nëndeceve Ohio, njëra prej tyre, mund të jetë goditja që mund të kenë tridentin. Ma sjell hartën e dytë, po besoj që kemi edhe pak minuta.